Përfundon pas 8 orësh takimi i kryeministrit Edi Rama në Pogradec, një takim me kabinetin qeveritar dhe disa drejtues të institucioneve të rëndësishme. Rama thotë se pasqyra Albania do të ketë një qasje të re të qeverisjes me qytetarin dhe protestat ishin dhurat pasi në vend nuk ishte opozitë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se nisma pasqyra Albania është një mashtrim i radhës i qeverisë. Sipas kryedemokratit, ajo nuk do të angazhohet për zgjidhjen e halleve të qytetarëve, por për vijuar vjedhjet. Ka dalë detajet e reja nga ngjarja e rëndë që ndodhi një ditë më parë në Dukagjin, ku 2 persona u vranë dhe një tjetër mbeti i plagosur. Në vendin e ngjarjes u gjetën rreth 50 gëzhoja, ndërsa dyshohet se autorët kanë qenë 2 persona. Një 72 vjeçar nga qyteti i Korçës rezultoni prekur nga virusi i etheve të Nilit, i cili tashmë është futur në karantinë. Instituti i Shëndetit Publik bën të ditur se ky është rasti i vetëm dhe se ka nisur mbikëqyrjen dhe hetimin epidemiologjik në njerëz. Banka e Shqipërisë vëren se shqiptarët po mbajnë gjithnjë më shumë para në banka, por së fundi po ndryshon edhe mënyra se si kursejnë. Për herë të parë në një dekadë, depozitat në lek kanë kaluar ato në euro. Një përshkallëzim i ri pritet sot mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Washingtoni ka paralajmëruar ofensivën më të madhe financiare, ndërsa Teherani thotë se do të bllokojë totalisht eksportin e naftës nga Gjiri Persik. Është shitur në Ankand për $3.3 milion topi me të cilin Diego Armando Maradona i shënoi me dorë skuadrës anglisë në botrorin e vitit 1986. Topi ishte mbajtur nga arbitri i ndeshjes që e kishte ruajtur atë për gati 3 dekada. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 19:30, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Ka përfunduar pas 8 orësh takimi i dytë i kryeministrit Edi Rama me kabinetin qeveritar në Pogradec, ku në fokus kanë qenë nismat e reja për përmirësimin e qeverisjes dhe përgatitjet në prag të sezonit të ri politik. Këtë takime kanë ndjekur nga afër gazetarja Elia Zotka, me cilën kam tani një komunikim të drejtë për drejtë. Elia, çfarë u diskutua në këtë takim informal mes ministrave? Në fakt, takimi është një takim i gjatë, 48 orë, filloi me drejtuesit politik dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare për të mbyllur sot në orën 18 në një mbledhje të gjatë të kabinetit qeveritar, ku ishin të pranishëm dhe drejtuesit e agjencive dhe drejtorive të përgjithshme. U bë një analizë e të gjithë qeverisjes, po sigurisht u bë dhe një analizë e protestës që zgjat prej 3 muajsh, një reflektim u arrit të bëhej mbi këtë protest dhe do dilet edhe me propozime konkrete. Edi Rama propozon ngritjen një platforme unike. Ai e ka emërtuar atë pasqyra Albania. Të gjithë qytetarët do të kenë mundësi që në këtë pasqyrë të shprehin ankesat, kërkesat, çështjet që ata duan të zgjidhin, dhe të gjitha institucionet tashmë do të jenë të angazhuara, do të kenë akses në këtë platformë dhe duhet japin zgjidhje sa më parë të gjitha kërkesave. Vetë qytetarët do të kenë mundësi që ta ndjekin të gjithë ecurinë e shqyrtimit të kësaj kërkese apo ankese, dhe më pas do të marrin edhe përgjigjen përfundimtare. Kryeministri Edi Rama nuk ka pranuar të bëjë një deklaratë për mediat në mbyllje të kësaj mbledhje maraton 48 orëshe me gjithë krerët më të lartë të mazhorancës, të cilët u zhvendosën këtu në Pogradec direkt nga pushimet e tyre, por ka preferuar që komunikimin e tij ta bëjë nga makina. Duke u kthyer në Tiranë, ai pati një komunikim virtual dhe shpalosi të gjithë vizionin e tij që e pranoi, që ishte si reflektim i protestës që ai quan një dhuratë që erdhi për qeverinë e tij, sepse do të përmirësojë më shumë këtë qeverisje, por do të përmirësojë edhe Shqipërinë. E për Shqipërinë, Edi Rama thotë se ka menduar të ngrejë një zinxhir që do të sjellë një zinxhir të ri komunikimi, por edhe vendimesh që do të sjellë sipas tij një Shqipëri më sociale, që do të nisë padyshim, thot kryeministri, nga çështjet e srehimit, një çështje e mpret,
por do të shikohet, do të ketë një plan edhe për më shumë transparencë për çmimet. Një problem edhe ky shumë i madh, inflacioni, vitet e fundit sa vjen dhe rritet, dhe me sa duket qeveria ka vendosur të reflektojë dhe të ketë dhe një plan. Por Rama tha që ky plan do të bëhet publik vetëm kur të jetë i detajuar dhe do të mund të mësohet edhe nga të gjithë qytetarët. Pra ishte një analizë i zgjeruar, siç e thash, përfundimet e Edi Rama zgjodhi t'i bëj publike nga makina e tij. Unë juftoj që një pjesë të deklaratës së kryeministrit bërë pas mbledhjes 48-orshme me gjithë krerët e mazhorancës ta ndiqni. Kemi përgatitur shumë çka tani më, duke i dhënë dorën e fundit, pasi kemi punuar intensivisht edhe si reflektim i thelluar i asaj që nisi përpara se sa pushimet të ndërprisnin punën intensive. Kemi konsoliduar disa pozicione, qoftë lidhur me raportin qytetar-shtet dhe shtet-qytetar, dhe kemi po ashtu konsoliduar disa pozicione lidhur me risit e vitit të dytë në aspektin e programeve të qeverisë. Më i spikatur do të jetë programi i strehimit, për faktin që vjen si një gjë krejtëre. Besa është tani më një koncept i konsoliduar në themel të pozicionit të parë, raportin shtet-qytetar dhe qytetar-shtet. Do t'i shtohet dhe pasqyrë Albania, që do t'jetë dritarja e vetme unike, ku qytetari do të drejtohet. Do të drejtohet për t'u informuar në kohë reale. Dritare është një dritare ku secili ka autonominë e vet. Nuk është thjesht vetëm halli, kërkesa e qytetarit që do të konceptohet si një letër apo si një pako që çohet me post, por është edhe gjithë pjesa tjetër që shkon qeveria tek qytetari, shkon shteti dhe qytetari, për të mos e lënë të pa përgatitur dhe të pa armatosur me argumenta. Ka qenë vërtet një dhurat ajo që ka ndodhur për të fituar atë që na ka munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozit. Flas për atë protest, për sa kohë ishte qytetare dhe për sa kohë aty u shfaqën njerëz cilët i çoi aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë. Por kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se nisma e qeverisë pasqyrë Albania është një tjetër mashtrim i radhës i saj. Nismën e qeverisë pasqyrë Albania, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e konsideron si mashtrimin e radhës së kryeministrit Edi Rama. Kryedemokrati tha në konferencë për media se kjo nismë nuk do të pasqyrojë problemet reale të qytetarëve, ndërsa qeveria nëpërmjet saj do të vijojë abuzimet me taksat. Pasqyra e Edi Ramës është mashtrimi i fundit i tij. Ajo është një mur, perde, kërkon të vejë para syve qytetarëve se gjoja po komunikojnë në një kohë kur ka zero të vërtet brenda. Po do vjedhin, prit 6 milion vodhen për bjellën, edhe këtu do vjedhin një 4-5 milion, vjedhja nuk ka të ndalur aty. I u rikthye përsëri aeroportit të Vlorës, duke mos i kursyer akuza ndaj kreut të qeverisë. Prishja e kontratës me Pacollin nxjerr Edi Ramën dhe lubin e tij lakuriq para shqiptarëve, të cilët ndërhyjnë në diskordancat midis dy parterëve privat. Me këtë akt Edi Rama vetëm se zbulon veten e tij, se ato aksione 40% të turkut, ato janë për Ramën dhe Ballukun. Lideri i opozitës tha se protestat qytetare që vijojnë prej muajsh kanë trembur kryeministrin për humbjen e pushtetit. Kjo protest ja ka gryer shpirtin, po shef fundin e tij me sy. Çdo natë ky njeri shef veten në qeli, shef Lubin Pentito, shef koordinator duke e denoncuar. Ky është i marrë fund. Me sezonin e ri politik, Berisha paralajmëroi riorganizime të thella në strukturat e Partisë Demokratike, ndërsa theksoi se Partia Demokratike nuk do të bojkotojë parlamentin.
Flasim tani për të tjera zhvillime, kështu kanë dalë detajet e reja nga ngjarja e rëndë që ndodhi një ditë më parë në Dukaqin, ku 2 persona u vranë dhe një tjetër mbeti i plagosur. Në vendin e ngjarjes u gjetën rreth 50 gëzhoja, ndërsa dyshohet se autorët kanë qenë 2 persona. Dajba Bebir Prele Legjioni u qëllua me mbi 50 plumba në atentatin që u mori jetën pas ditën e të dielës në Dukaqin pranë fshatit Xhan. Policia, e cila grumbulloi provat në vendngjarje, beson se është qelluar nga 2 armë të ndryshme, duke ngritur dyshime se të paktën 2 persona kanë marrë pjesë në këtë atentat si qitës. Burrat e familjes Gjoni me Lazar Bashin, i cili mbeti i plagosur në këtë ngjarje, ishin duke u kthyer me makinë nga fshati Mogull drejt qytetit të Shkodrës. Atyre ju është dhënë prit në një kthes pranë fshatit Xhan, rreth 2 kilometra larg rrugës që lidh zonën e Pultit me Shoshin. Pas të shtënave, autorët janë larguar me një foristrad, pasi disa kilometra larg vendit të ngjarjes është gjetur një automjet i djegur, i cili dyshohet se është përdorur prej tyre. Policia nuk ka ende asnjë motiv për krimin, por po verifikon disa pista, një nga të cilat është ajo e gjakmarrjes, pasi sipas të dhënave paraprake, familja Gjoni ka qenë e përfshirë vite më parë në një hasmëri, por nuk përjashtohen as shkaqe të tjera. Pas ndihmës së marrë në spitalin e Shkodrës, i plagosur i Lazar Bashi u dërgua për mjekim më të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë. Një 53 vjeçar u arrestua nga policia e Tiranës pasi qelloi me armë zjarri në ajër pranë një lokali në Mullet. Sipas policisë, ai kishte shkuar përballë lokalit pasi më herët kishte patur një konflikt për motive të dobta me një 23 vjeçar që gjendej aty. Sikurse e patë edhe nga pamjet, ai zbriti nga makina e tij dhe nisi të qelloi. Pas njoftimit të policisë, 53 vjeçari u arrestua dhe ju sekuestrua arma që kishte pa leje. Kalojmë tek një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në Kosovë. Një 26 vjeçar ka vrarë me armë bashkëshortin e tij shtatzën në Malishev dhe më pas ka qelluar ndaj vetes. I riu aktualisht ndodhet në gjendje të rënduar në spital. Një ngjarje e rëndë tronditi Malishevën në Kosovë këtë të hënë. Një 24 vjeçare në muajin e fundit të shtatzanisë, e identifikuar si Jetlira Foniqi, është vrarë nga bashkëshorti i saj në dhomën e gjumit. Pranë saj është gjetur i plagosur në gjendje të rëndë edhe bashkëshorti i saj Egzon Bytyqi. 26 vjeçari është dërguar në spital në gjendje kritike për jetën. Rrethanat e ngjarjes ndodhur gjatë natës së kaluar mbeten të paqarta, ndërsa motiv dyshohet se është bërë xhelozia. Arma thuhet se i përkiste babait të riut, i cili ishte i pajisur me leje. Sipas të njëjtave burime, 26 vjeçari ishte kthyer nga Gjermania rreth një muaj më parë. Prokuroria e Kosovës njoftoi se është duke kryer të gjitha veprimet me qëllim zbardhjen e krimit të rënd. 2 persona u arrestuan këtë të hënë nga policia e Tiranës pasi kanë mashtruar nëpërmjet inteligjencës artificiale një 70 vjeçar duke i marrë një shumë prej 100.000 eurosh. Policia bën të ditur se shuma i u mor duke u shfaqur me anë të mesazheve dhe bisedave telefonike si të njohurit e tij me justifikimin se do t'ia kthenin pas disa orësh. Pasi nuk e mori shumën në orën e caktuar, i moshuari që kishte një pikë exchange ka njoftuar menjëherë policinë, ndërsa bëhet e ditur se një tjetër person është shpallur në kërkim. Flasim tani për situatën e zjarreve në vend që në fakt është përmirësuar këtë të hënë. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nga 18 vatrat raportuara, 5 mbeten aktive dhe 7 janë në mbikëqyrje. Vëmendja kryesore mbetet në malin e Dajtit, ku vijon ndërhyrja nga toka dhe ajri, por nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Puk, situata ka shënuar përmirësim të ndjeshëm pasi zjarri në Gjegjan dhe Gojan është shuar plotësisht, ndërsa një vatër është me intensitet shumë të ulët. Në qaf Helmës të Dibrës, vatrat janë ende aktive, por pa rrezik për zonat e banuara. Në Elbasan dhe Vlorë vijon monitorimi i disa vatrave pa rrezik për banesat. Një vatër e re aktive është raportuar në malin e Luzatit në Tevelen, ku po ndërhyjnë strukturat zjarfikse vendore. Të dhënat më të fundit të OBSH-s zbulojnë se Shqipëria është ndër vendet ku dhurimet vullnetare të gjakut janë mjaft të ulta, rreth 70% e dhuruesve të gjakut janë familjarë. Shqipëria është ndër vendet ku dhurimet vullnetare të gjakut mbeten në shifra shumë të ulta krahasuar me vendet e tjera të Europës. Afro 70% e dhuruesve të gjakut janë familjarë të personave që kanë nevojë, ndërsa 30% janë vullnetar. Megjithatë, ajo që shihet si pozitive nga specialistët është fakti i rritjes së dhurimeve të gjakut nga viti në vit.
Për vitin 2025 kemi një rritje të dhurimeve të gjakut, 6.7% më shumë krahasuar me vitin 2024 në nivel kombëtar. Mbi 40.000 dhurime, që është edhe shifra më e lartë që kemi pasur ndër vite. Rritja e numrit të dhurimeve vullnetare të rregullta që përfaqësojnë 17% më tepër krahasuar me një vit më parë. Në një kohë kur sëmundshmëria, aksidentet dhe ndërhyrjet kirurgjikale janë rritur, nevojat për gjak mbeten të mëdha. Çdo ditë ka pacient me talasemi që ka nevojë për transfuzion e gjaku, për të cilët transfuzioni është jetë shpëtues. Në spitalet tona ka çdo ditë pacient të shtruar që ka nevojë për transfuzione për shkak të patologjive të cilat ata po kalojnë, ndërhyrjet kirurgjikale që ka nevojë të kryen, aksidentet apo situatat emergjente të hemorragjive akute. Aktualisht çdo ditë në Shqipëri kryen rreth 200 ndërhyrje kirurgjikale. Sipas raporteve zyrtare të institucioneve të shëndetësisë për vitin 2025, Shqipëria ka regjistruar një mesatare prej 2001 ndërhyrje kirurgjikale për 100.000 banor. Banka e Shqipërisë vëren se shqiptarët po mbajnë gjithnjë më shumë para në banka, por së fundi po ndryshon edhe mënyra se si i kursejnë. Për herë të parë në një dekadë depozitat në lek kanë kaluar ato në valutë. Depozitat në sistemin bankar janë arritur me 12% në 3 mujorin e dytë të këtij viti, por më i rëndësishëm se vetë rritja është ndryshimi i strukturës së kursimeve. Depozitat në lek janë zgjeruar me 13.5% brenda një viti, kundrejt 10.5% të atyre në valutë. Për peso i leku përbën tashmë 50.1% të totalit të depozitave, duke kaluar valutën për herë të parë në 10 vitet e fundit. Duket se kjo vjen për shkak të luhatjes së euros dhe forcimit të vazhdueshëm të lekut në kursin e këmbimit. Rritja vjen si nga individët ashtu dhe nga bizneset. Kursimet e individëve janë shtuar me 9.8%, ndërsa depozitat e bizneseve janë arritur shumë më fort me 20.7%, por shqiptarët nuk po kërkojnë vetëm të kursejnë, por duan edhe të kenë para të disponueshme. Mbi gjysma e depozitave, 56.4% janë pa afat. Tabloja që del nga banka tregon më shumë kursime, një orientim më i madh drejt lekut dhe një preferencë për likuiditet në vend të bllokimit të parave për periudha të gjata. Çlimet e karburanteve në vend kanë pësuar një tjetër rritje në tregtimin e tyre me pakicë. Këtë të hënë, nafta po tregtohet me 219 lekë, ndërsa benzina rreth 209 lekë për litër. Çmimi i naftës në tregun me pakicë në Shqipëri ka pësuar rritje gjatë ditëve të fundit, duke shkuar në 219 lekë për litër, nga 215 lekë që ishte pak ditë më parë. Edhe pse bordi i transparencës nuk është më funksional, pikat e karburanteve në kryeqytet kanë kryesisht të gjitha të njëjtin çmim të vendosur nëpër tabelat e tyre. Jo vetëm nafta, por edhe benzina ka pësuar rritjet e çmimit gjatë këtyre ditëve, duke u shitur me 205 deri në 209 lekë për litër në pikat e tregtimit me pakicë. Ndërsa çmimi i gazit mbetet kryesisht me çmime konstante në tregun vendas, ku 1 litër kushton nga 69 deri në 73 lekë në pikat e shitjes. E teksa çmimet e hidrokarbureve në Shqipëri kanë pësuar rritje graduale, sipas Reuters, në tregun global çmimet e naftës ranë me më shumë se $1 për fuqi. Më konkretisht, kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent ranë në $92.90 për fuqi ose 1.6% më lirë, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate ranë në $85.32 për fuqi, duke pësuar rënje të çmimit me 2%. Instat raporton një dyfishim të numrit të huajve që gjatë vitit 2025 kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri. Shumica e tyre kanë kërkuar leje qëndrimi për arsye pune të ndjekur nga bashkimet familjare. Dyfishoi numri të huajve që zgjedhin të punojnë dhe jetojnë në Shqipëri. Të dhënat e Instat tregojnë se në fund të vitit 2025, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 32.163 persona, duke pësuar një rritje me 46.6%, krahasuar me vitin 2024. Krahas atyre që janë pajisur me leje qëndrimi, edhe numri të huajve që kanë aplikuar ka shënuar rritje. Punësimi është arsyeja kryesore me 55.1% e lejeve të qëndrimit të shtetasve të huaj në Shqipëri, dhe kjo reflektohet edhe te grup mosha 30-39 vjeç, që përbën shumicën e tyre. Krahas punësimit, arsye të tjera të kërkesave të paraqitura për leje qëndrimi janë bashkimi familjar me 19.8%, arsye të tjera me 14.1%, qëllime humanitare me 7.9% dhe studimi 3.1%. Europa zë pjesën më të madhe të huajve me 53% ose 17.022 persona, duke shënuar një rritje prej 18.5%, krahasuar me 2024-ën. Azia ka shënuar rritje të ndjeshme me 117.6%,
ndërsa Amerika dhe Afrika kanë pësuar një rritje me 73.4%. Sipas Instat, 65% e tuajve me leje qëndrimi dominohet nga meshkujt, kundrejt 35% femra. Në plazhin e Velipojës ky fund gushti po shënon fluks vizitorësh, ata thonë se preferojnë qetësinë, natyrën dhe çmimet. Me vijën më të gjatë bregdetare në veri të vendit, Velipoja vijon të jetë një prej destinacioneve më të preferuara për pushuesit gjatë sezonit veror. Plazhi i gjerë, deti i pastër dhe qetësia që ofron zona janë ndër arsyet kryesore pse turistët, vendas dhe të huaj e zgjedhin për të kaluar pushimet. Shumë prej tyre janë besnik të Velipojës, teksa ky plazh është destinacion i përvitshëm. Që 10 vjetë regullisht vit. Pasërti e mirë, faleminderit shumë për mikpritje. Velipoja është në gjitha drejtimet është mirë. Shqipëria është numër 1. Velipoja preferohet gjithashtu për çmimet e favorshme dhe kulinarinë e pastur, ndërsa vlerësimet pozitive të pushuesve dëshmojnë mikpritjen e banorëve dhe potencialin turistik të zonës, që po forcon çdo vit pozicionin mes destinacioneve më tërheqëse të Bregdetit shqiptar. Thirrjes për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë është bashkuar edhe ish kongresmeni i njohur shqiptaro-amerikan Joe Dioguardi gjatë takimeve në Prishtinë. Ai ka kërkuar zgjedhjen e shpejtë të presidentit, pasi sipas tij Kosova do të ketë probleme serioze. Tashmë kur vendi ndodhet në një ngërç politik, ish kongresisti amerikan Joe Dioguardi ka deklaruar se Kosova duhet të ketë sa më shpejt një president. Ai ka paralajmëruar se dështimi për zgjedhjen e kreut të shtetit mund ta vendosë vendin në një situatë vështirë. Unë jam këtu me ju për t'u siguruar që ju keni një president dhe shpresoj që kjo të ndodh para se të largohem. Nëse nuk ndodh para se të largohem, ju do të jeni në telashe të mëdha, sepse tashmë keni armiq të gatshëm për ta prishur ekuilibrin në Ballkan. Kjo nuk është koha për të fjetur, sepse ka njerëz që janë të gatshëm t'ju marrin atë që keni. E urrej ta them këtë, por ju mund ta shihni vetë. Ndërkohë deputetët nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca janë mbledhur sërish në kuvend. Kanë akuzuar lëvizjen vetëvendosje për uzurpim të institucioneve dhe tendencë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. E kryeministri në detyrë njëherësh kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ende së paku zyrtarisht nuk ka njoftuar për një takim të dytë me kreun e LDK-s për çështjen e presidentit. Ndonse rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit janë certifikuar në fillim të korrikut, Kosova ende nuk ka arritur të konstituojë kuvendin dhe institucionet e tjera. Dhe pikërisht me këtë informacion e kemi përfunduar këtu këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.